Vetëm një ditë pasi aktivizoi doktrinën e mbrojtjes së unifikuar greko-cipriote dhe njoftoi dërgimin e 2 fregatave dhe avionëve F-16 për të mbrojtur Çipron, Greqia ka marrë një tjetër vendim me peshë, indikuar nga ndezja e konfliktit në lindjen e mesme. Athina ka vendosur këtë të martë të transferojë një bateri të sistemit amerikan Patriot në ishullin e Karpathos, i vendosur midis Rodosit dhe Kretës, thellë në detin Mesdhe. Lëvizja është pjesë e strategjisë së forcimit të mbrojtjes ajrore të vendit për shkak të trazirave që pasuan operacionin Ulërima e Luanit me goditjen e Iranit. Ky vendim u njoftua ndërsa ministri i mbrojtjes Nikos Dendias teksa po udhëtonte për në Qipro dhe doktrina e përbashkët e mbrojtjes u aktivizua pas 2 dronëve që Nikozia hasi të hënën në bazën britanike në Akrotiri. Tashmë në Pafos kanë mbërritur 2 avionet e parë F-16, ndërsa janë nisur drejt Qipros nga stacioni detar i Salaminës, fregatat Kimon dhe Psara, të cilat pritet të mbërrijnë të mërkurën në mëngjes. Së bashku me Nikos Dendias, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Helene, generali Hopis, po udhëton për në Qipro. E sigurova ministrin e mbrojtjes kombëtare të Qipros se Greqia, gjatë gjithë kohëzgjatjes së krizës aktuale, do të kontribuojë në çdo mënyrë të mundshme në mbrojtjen e Republikës së Qipros, në mënyrë që kërcënimet dhe veprimet e paligjshme në territorin e saj të mund të adresohen, deklaroi ditën e djeshme Nikos Dendias. Me rëndësi të veçantë është prania e Psaras, e cila mbart sistemin e luftës elektronike Kentauros, të zhvilluar në Greqi për t'u kundërvënë kërcënimeve të dronëve pa pilot. Pse po dërgon qeveria greke sistemin Patriot në ishullin e Karpathos? Vendosja e Patriotëve në rajonin e Mesdheut juglindor forcon ndjeshëm mbrojtjen ajrore dhe antibalistike. Sistemi është një nga platformat më të testuara në botë me veprim operacional në kushte reale lufte. Sistemi Patriot përfshin një radar AN-MPG-65 të gjeneratës së mëvonshme, i aftë të zbulojë dhe gjurmojë njëkohësisht 10 objektiva. Radari vepron në një spektër që lejon zbulimin e objekteve që fluturojnë ulët, siç janë dronët ose raketat lundruese, edhe në një mjedis me ndërhyrje të forta elektronike. Rrezja e zbulimit tejkalon 150 km për objektivat ajror, ndërsa për kërcënimet balistike mund të arrijë edhe më lart në varësi të profilit të fluturimit. Krahasuar me dronët Shahed ose UAV të ngjashme me rreze të gjatë veprimi, sistemi Patriot mund t'i zbulojë ato në një distancë të madhe për shkak të trajektores së tyre relativisht të qëndrueshme dhe të parashikueshme. Këta dronë udhëtojnë me shpejtësi shumë më të ngadalta se avionet luftarak ose raketat, duke lejuar më shumë kohë reagimi. Sistemi amerikan mund të qellojë raketa PAC-2 ose PAC-3, me PAC-3 të përfshirë teknologjinë godit për të vrarë, që do të thotë se objektivi shkatërohet nga impakti kinetik i drejt për drejt. Sidomos për raketat balistike të rrezes të shkurtër veprimi, PAC-3 ofron një probabilitet të lartë përgjegjimi. Koha e reagimit është jashtëzakonisht e shkurtër, pasi kompjuteri i sistemit llogarit trajektoren dhe pikën e impaktit brenda sekondave. Përgjegjimi kryhet në lartësi që mund të arrijë 10 kilometra përpara se raketa të hyjë në fazën përfundimtare të zbritjes. Kundër raketave lundruese të fluturimit të ulët, që ndjekin terrenin ose detin, Patrioti punon me mjete të tjera mbikëqyrjeje. Suksesi i tij mbështetet në integrimin e tij me radaret e paralajmërimit të hershëm dhe avionet e mbikëqyrjes. Sistemi mund të angazhojë objektiva që lëvizin me shpejtësi të lartë dhe në lartësi të ulta për sa kohë që zbulohet në kohë. Një element i rëndësishëm është aftësia për të sulmuar njëkohësisht shumë objektiva. Një bateri ka shumë lënshues, secili nga të cilët mbajt shumë raketa. Në skenaret e ngopjes, kur shumë dronë ose raketa lënshohen njëkohësisht, sistemi Patriot mund t'i shpërndajë interceptorët në objektiva të ndryshëm, me një sistem të automatizuar menaxhimit të betejës. Patrioti vepron si një lartësi superiore të mbrojtjes, duke adresuar kërcënimet më të rrezikshme dhe strategjike, ndaj efektiviteti i sistemit varet nga lartësitë. Në një rrjet të integruar të mbrojtjes ajrore, patriotët sulmojnë objektiva me prioritet të lartë, ndërsa asetet të tjera sulmojnë objektiva me lartësi më të ulta ose më pak kërcënuese. Ky model i lartësive e zvoglon drastikisht mundësinë e një ataku të suksesshëm në instalimet kritike.